kopshti, kanë shkruar kundra me dhe burret. Është bollizim Odet. I kam edhe letrat për atë. Do ta bëj me forcë. Janë do vite Odet, si lumi natës nuk më zën veç të qarri Odet. Mos u mërzit, se ma mirë do bëhet sikur po të vërteta. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Du me Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni duke u abonuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do shkojmë në Gjermani, do të hap dritaren për një çift shqiptarësh, të cilët kanë 10 vite që kanë emigruar dhe janë larguar nga Shqipëria drejt Gjermanisë dhe janë prindër të 4 fëmijëve. Por çfarë ka ndodhur do të jetë nëna, më pas edhe babai i fëmijëve për ta rrëfyer këtë histori. E dashur Violeta, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Më telefonove duke qarë, ç'a ka ndodhur? Është një Munon që të falë, po jam pak e shqetësuar, jam 80 vjet që jetoj në Gjermani. Ta marrë një azil si gjithë të tjerë, dhe burri ka përfituar leta që ka marrë shkollën këtu në Gjermani, edhe kemi para 3 vjeç kena marrë letra të në Gjermani, edhe më kanë lind fëmija, 3 fëmijë më kanë lind këtu, edhe një fëmijë më kanë lind në Itali. Problemi është Odet se 2 fëmijë më kanë lind 2 binjak. Këto 2 binjakët kanë pa fol shqip se kanë qenë vogël, edhe kanë pa fol shqip me mua. Se risha në shtëpi, edhe folshin shqip fëmija. Nuk folshin gjermanisht në kopsht, i qova në kopsht si ban 3 vjeç, edhe nuk folshin në gjermanisht, fëmija vetëm shqip. Edhe po më thoshin mu duhet me i shu te psikologu që kanë probleme, simptoma se nuk folin gjermanisht. Unë i thosha e fëmija nuk fol se ka fol shqip, se ka njët me muë, nuk më ka mësu gjermanisht. Edhe këto po më thoshin Odet, ky ka probleme, hela i thosha i herë prit një duroni ju lutëm, do të mësoj edhe gjermanisht, është 3 vjeç, është i vogël. Këto nuk po doshin. Këtu ka diçka Odet, se nëse unë shkoj vetë ose fëmija në psikolog me këtë problem që kam unë, mu ma marrin për problem, ma marrin për të me të hankry, qoftë unë apo qoftë fëmija. Unë i kam fëmijë të dysh në Shëmir, kanë lind në një spital të madh, unë jetoj këtu në Köln, Nifet qyteti që jetoj unë, edhe ama këto Odet nuk, unë i kam kërku njëm këti socialit, se një thona social në Shqip, i kam kërku njëm që më thotë djali, njëni binjak, mama më myllin mrena, dukatorët më myllin në një dhomë. I themëm, përse mam? Më myllin, tha, se unë vetëm fol Shqip, tha. Edhe fëmija filloi të bo shumë agresiv Odet. Edhe folte, çante djali, hajt, unë i thosha mam se i fëmijë, ti nuk mund t'i mesha fjalë Odeta, është një fëmijë 3 vjeç. Unë nuk mund t'i besoj një fëmijë 3 vjeç. Fillon të çante çdo ditë, çante, unë prapë se besosha Odet, se është një fëmijë. Se ti besoj fëmijë se është myll mrena. Ai çante mami mos më lën vetëm, se unë shkosha në shkollë gjermanishte, se dosha me fillu punë. Edhe kjo çante çdo ditë, mama nuk mund shkoj në kopsht. Po me mama, është kopshti është i mirë, dukatorët e mirë. Jo, mama thotë myllen. Por binjakët unë shkosha Odeti, thosha aty i kam thënë 2 dukatorëve që kishin mylli, ju lutem mos e myllni mrena. Edhe nëse mbylli, ka një vëlla binjak. Po. Lënë me vllajën e vet. Ama nuk e kanë lënë Odet. Nuk e kanë lënë Odet. Edhe me bë me pyet djalin sot ka shumë probleme. I kam kërkuar këtij socialit ndihmë që të thash, du ndihmë për arsye se mos ma hekin prej kopshtit, se ishte kopsht privat dhe pagusha 400 euro për fëmijë, 2 fëmijë kisha, pagusha 400 euro në muajt. Edhe dosha që të filloj shkollën tonë, një kërkova njëm këtu, ju luta, i kam shku si shkam qatë, i kam qatë aty, ju lutëm du njëm, që fëmija e me mos hishet prej kopshti. Nuk më ndihmon Odet. E dashur Violeta, do më lejosh të bëj disa pyetje? Po. Më the që ke 10 vite që jeton në Gjermani, në Köln. Po. Në momentin që ti shkove në Gjermani, sigurisht ke kërkuar azil. Po, si gjithë tjerët. Mund të më tregosh pak për jetën tënde që ke bërë në Gjermani në këto 10 vite? Odeta nuk tregot, është një histori shumë e trisht.
Nuk e di që të modet, unë e pata avokatin shqiptare, mora i favorit i jap lekët të gjitha, nuk pranoj, po gjaja që aty ne është një konflikt personal, Odet, nuk është se është një konflikt që e duhen, se është ligji, e kanë personal me mu tash, se na nuk i besojmë ma, se na socialit që i kërkutëm njim. Ato s'na një mund. Tash nuk mund në modet, më i besu, ato dun që unë t'i besoj atine dhe t'ju hedh firmen të kujdesen ato për fëmijët. Odet, unë do jepsha, unë e kam thënë edhe në gjykat që më kam thënë mu që pikes munje, unë e kam thënë gjykat familjare, që unë edhe jetën do ja jepsha për fëmijët, vetëm fëmijët mos më gjitë gjë. Pra, një gjë e keq. Çështja ka kaluar në gjykat aty në Gjermani. Po, këtu ka një gjukat familjare, këto sociali, do më thënë, sigurisht në Shqipëri ka gjukat familjare. Edhe ato nuk tërheqen, ato thot pavan firmën ti që ne do të folim me shkollën, edhe ne do të kena të drejta, ju do të keni të drejtë. Thot që ne do të kena të drejtën që të kujdesna për fëmijët e juaj, se fëmijët e juaj thot janë dhunë psikologjike. Na as i kena met, as i kena thënë si sa janë aty shkollu, janë aty bot pamun me Odet. Të pamunë, për shta kam jetë në shtëpi, nuk jam as në punë, nuk po punoj. Edhe kur bëhet punë Odet, nuk po m'jap kushtnim. Kjo i kam thënë jetoj në Gjermani, jo edhe në Shqipëri të jem, do të dalë dikush që të më ndihmoje. Po s'më ndihmojnë Odet, nuk e di. I thu një avokati ka frikë, i thu tjetrit ka frikë. Asnjë nuk më përgjigjet, asnjë. Është shumë e rëndë për mua. Për shta kam qajt. Dashu Violeta, është jo e rëndë, por shumë e rëndë kur bëhet fjalë për fëmijët dhe jenë në rrezik që mund t'i marri shërbimi social aty në Gjermani. Me thënë të drejtën, si puna juaj ka plot nëna në Gjermani, të cilat më kanë rrëfyer historinë në live me Odetën, se si shteti gjerman, shërbimi social ua ka marrë fëmijët. Por ndodh që ndoshta ka pasur në një problem në familje dhe dikush ka denoncuar dhe është bërë tashmë kjo situatë ka qenë vështirë. Dashur Violeta, unë prandaj të pyeta edhe pak më parë. Do me thënë, ndoshta ti nuk do ta bësh publike jetën tënde dhe është e drejta jote, çfarë ka ndodhur në Gjermani është jeta jote, nuk të detyroj për këtë pjesë, por ka ndodhur diçka gjatë periudhës së emigracionit, si ka qenë, le të themi, situata, ka pasur në një denoncim, sepse papritur shërbimi social nuk të vjen në shtëpi dhe të thotë fëmijët do t'i marr unë. Jo, jam dakord. Një rast që më ka bë djali i madh, ai nuk e kupton të shqipen, edhe djali i madh po më kërkonte hapësirë, ishte i vogël, 10 vjeç, edhe përshite shokët e vet, që rrishin jashta drejt ora 9-10 jashta, edhe shkoshin për supermarkete. Ky ka shku pa digjë, se ka kuptu Odet, edhe ka pyet psikologja e shkollës. E ka emrin djali Joeli ka thënë si e kalon në shtëpi, ka thënë ky shkreti se ka kuptuar, i ka thënë unë kam shumë stres. Unë i thosha mami, po të vjedhësh, do t'i paguaj unë gjanat, nuk bë të vjedhësh. Edhe çuna shqiptar hajdut mam. Edhe ky ka bë denoncimin në shkollë, po mama nuk më lën hapsin. Edhe ky ka thënë kam shumë dhomë psikologjike në shtëpi, e keni se mama s'm lën të dal jashta, mama s'm lën të dal me shokët. Edhe ky ka bë një denoncim te shkolla. Kur ka bë te shkolla, atëherë kanë denoncuar shkolla, pa lanë termin me fol me mu dhe me buren. Isha në shtëpi unë, edhe ato nuk e kanë ditë se ne nuk jena problematik. Jena dalën fare, si thonë, për i venit këtu i jetojmë. Edhe visi kena kërku, përse ka po? Edhe ka thënë, mam ju kërkoj falje, sa ka në shtëpi ka thënë ju kërkoj falje si ju kam bani denoncim. Ç'është denoncim mërë djali, kam thënë, se s'm ka lënë hapsin me dal jashta. Unë të kam lënë hapsinen. Ai shkon prej në orën që del në orën 7 të mëngjesit e shkolla deri në orën 6 tarkës, ai nuk vjen në shtëpi rrën jashta me fëmijët, me shkollën, me sportin. Ke dal Odet. Po një fëmijë që shit të shokët është në një klasë me të huj. Se Gjermanët vetë Odet nuk shef një fëmijë gjermani që rrin që shkoj ora 5 në shtëpi. Edhe janë të tanë i morin fëmijët i fosin të shtëpia vet, jo të mësoje, jo të bëj diçka. Unë si ta lej unë fëmijën time, mund ta lash, më thotë mua, po si ta lej, a e lën ti, i thosh asaj drejtoresë të socialit, a e lën ti fëmijën tonë jashtë? Jo. Përse unë ta laj? Unë jam në të vërtetë na thojnë tu Ausländer, unë jam i huaj në qytetin tuaj. Po unë kam përgjegjësinë se fëmia ime do vjedhë. Nëse fëmia ime do bëj diçka. E qartë, e kuptoj, frika jote, jo, e dashur Violeta, edhe unë jam nënë,
Padyshim dhe unë fëmijëve ju vendos një orar, një kufi, se çfarë ore duhet jeni jashtë dhe në çfarë ore duhet vinë në shtëpi dhe të mirë kuptoj për këtë pjesë. Dhe ajo që ka ndodhur është që denoncimi që ka bërë djali ka qenë fatal për ju sepse gjërat janë bërë madhore. Ai sa vjeç ka qenë djali kur bëri denoncimin? 10 vjeç. Po pra, ai ka qenë 10 vjeç, një fëmijë që është i natosur me nënën, që mund t'i ketë tërhequr vëmendjen apo i ka ngritur zërin, kjo na ndodh të gjithëve, edhe neve në shtëpi, por fatale për ju si prindër, sepse shkolla më njëherë ka njoftuar shërbimin social. E kuptoj qartë për këtë pjesë. Po që ajo është Odet, po nuk, për shembull, ato e kanë shiku djalin, e kanë patash se ka hapësirën, djali i madh e ka hapësirën, kanë ardhur vetë, kanë ardhur ato më të mëdhej, e kanë shiku shtëpinë, e kanë shiku dhomën që rrin djali, ka kompjuterin, ka telefonin, ka dhomën e vet, ka çdo gjë, ka sportzat e veta, ka raftin e vet që fut rrobat, ka çdo gjë të vetën djali. Edhe na kanë thënë, "Okej, na falni." Po tash e ka bë kopshti Odet për s'dyti. E ka bë kopshti. Po gjaja që më vën ky social. Violeta, ndalemi pak që ta kuptojmë qartë historinë. Djali pas denoncimit që bëri, kush erdhi në shtëpinë tuaj dhe ju njoftoi? Erdhën ato drejtorët e socialit, erdhën 2 veta në shtëpi, drejtoresha me një shoqe vetëm, edhe foli me djalin tim, foli edhe me ne. Du me shiku shpinë, du me shiku ambientin ku jeton djali juaj. Po e shikon të kompjuterin, i ka të tanët, besh një zyrë nuk i mungon djali tem. Qa kena mundësi Odet, ja kena ba djali, ja kena të cud në kushtet. Edhe thot, okej, çdo gjë, i thot është në rregull, i thot atine, nuk ka ne problem, thot, po nona, thot, nuk i lën hapësirë që të rrihet deri në orën 10 darkës jashta. Kjo është problemi. Edhe më thot mu, thot, zonja Leshi, të lutem le edhe pak hapësin. I kam thënë, ja kam lanë hapësirën e vet, e ka deri në orën 6. Në orën 6 do bëj detyrat Odet, do bëj dushe, do të plahet të shpërlahet, nuk mund të rrisë, s'mund të shohet nesër. Dhe kjo është problemi. Edhe më kanë thënë, është çdo gjë normale, e kam i fol, prap me ta kemi ku me to, kanë thënë është çdo gjë okej. Na e lamë se është mbyll. Është mbyll kjo çështje me djalin e madh. Është mbyll, po e përsërisin prap ato. Dhe ndalemi tani pikërisht te 2 binjakët. Do të thotë çfarë ka ndodhur? Të 2 binjakët e tu sa vjeç janë? Janë 6 vjeça, janë klasë parë. Me jetë ti kesh, klasë parë. Kongoja. Binjakët kanë lindur në Gjermani. Po, të dy kanë lindur në Gjermani. Por çfarë ka ndodhur tani me 2 djemt e tu në Kopës që shërbimi social sërish po vjen në shtëpinë tënde dhe kërkon ti marri fëmijët? Çfarë ka ndodhur? Ishte një problem që ta tregova pak, ishte 3 vjeç. Unë dosha me shku në kursën për të presion shteti Gjerman, do të punosh, i thosha po s'muni marrë fëmijët me veti. Edhe i tham burrin do të ishim privat. Te kopshti privat, pagujmë shumë, po të shkojnë fëmija mos e dukohen më mirë, se është më mirë privat. E qumë te kopshti privat. Edhe ditën e parë, të dytë fëmija ishin shumë të gëzueshëm, nuk e beson ti shishe sa fëmijë të gëzueshëm kanë qenë. Të dy mami po shkojmë në kopsht. Jena 3 vjeça, tash do shkojmë në kopsht, të fal shqip Odet. Normalisht, ata fëmijë kishin qëndruar në shtëpi deri në moshën 3 vjeç, me ju si nën dhe logjikisht do flisnin ata. Nuk i merrshin Odet, nuk i marrin të vogël tu, edhe po i morën të vogël tu do 400-500 euro për një fëmijë të vogël. Unë kisha dy, dihet se sa është rruga në Gjermani Odet, veç kushtëraja Odet, se maksimumi veç me qenë doktor, ose me qenë mësues, ose me qenë që punon në bankë, ke rrugën 3.000 euro, s'ka Odet rrugë 3.000 euro në Gjermani Odet. Burrim ka marrë shkollë, nuk e ka 3.000 euro. E ka marrë shkollë, e ka marrë diplomë, nuk e ka 3.000 euro. Por Gjermania nuk është parajs, nuk është fush me lule dhe unë të kuptoj për këtë pjesë, është sakrificë e madhe për ju, për çdo emigrant që largohet nga Shqipëria, por një gjë s'kuptoj unë, shërbimi social nuk arriti do ta kuptonte që kjo nën po i çon fëmijët në Kopësht se do mësoj vetë gjuhën të bëj kurs, logjikisht dhe fëmijët nga do ta mësonin gjermanishten. Nëna nuk e dinte, shqip do flisnin. Odet, jam të thënë Odet, si me qenë ti thënë motrave mia, s'unë kam shumë motra në Shqipëri. Odet, na kina problem, unë e thamë shqip paster, hapun. Ne që janë shqiptarë, visë nuk të rgojnë shqiptarët Odet, nëse na folim shqip shumë, këto na shofin me i natë Odet. Edhe djali im ka fol shqip i shkretin në Kopsht, se ka qenë i vogël, 3 vjeç Odet, unit me nënë e vetë gjithë ditën për shtëpi, edhe të fol shqip. E Kopshti ka marrë i natë e disdi, kur do mësoj djali gjermanisht?
Edhe I thosha, unë po pritni, do të mësoj, ka një me mu, unë kam fol shqip me ta, nuk kam fol gjermanisht. Filloj avash ode të mësu, në kërë 2 javë djali ode, shkoj erdhi edukatore e re. Ajo thotë ka marru shkollën për psikologe. Edhe ju shtrote presion djalit që të foli shqip. Që të foli gjermanisht, që të foli gjermanisht. A I fol tek avash të mësu fjalë, Edhe ky vogli, se është më I vogli, a I ka frikë, a I nuk mund foli hiç ode. Ka frikë, për çdo gjë ka frikë. Edhe I them, që djali për ditë më thotë mu nuk fol gjermanisht. Atëherë filloi të fol djali, tha, si është djali pishon, po tha mirë, tha, po fol, tha, po luan, tha, po ngjyros, po shkruan, tona po I ban. Edhe unë ode si çdo non. Se e kisha 1 orë larg shtëpisë kursen. Edhe unë nuk knasha odet. Ishte sinqerisht një gëzim I madh që fëmia po rritet edhe të shkojnë në shkollë, fëmijët e fundit të mi që kisha. Problemin me gjuhën gjermane, kishte vetëm njëri nga binjakut, po binjaku tjetër? Ja, e kishin lënë vetëm njërit të madhit, se I vogli nuk, I madhi u mshehte mas I vogli u mshehte për herë mas të madhit. I vogli nuk bëte zorët e urt. Kur themi I vogli, ata kanë diferencë 1 minutë me njëri tjetrin, se janë binjak. Çata odet. Edhe ky I vogli odet ka kallëzu këtë historinë, me bë me pyet sot këtë historinë e djalit, ta tregon odet. Është mbyll mrena, është mbyll në tualet, a mbyll në xhumi djali, a mbyll e kanë lënë jashtë në stalt. I kanë thënë shokëve mos u afroni me prek djalin me dorë. Ai nuk janë afru njerëzit, ato fëmija, edhe kanë lënë vetëm së gjynaf. Është bullizim odet. Është bullizim odet. Por në momentin që ti të njoftoi kopshti, që djali ka probleme, çfarë të sqaruan edukatorët? Shkum lam një tërmin me burrën, e ishte në punë, isha të kurse, erdhëm të 2 bashkë, edhe u bam të kopshti. Edhe thot nuk po na jepte ata kontratën, që jepet ti këtu jape me kontratë, vetëm na thoshte firmosi shit kontratë, firmosi, duke mos lexu. Unë kam mësu pak gjermanisht, po më thotë mësuesin Violeta lexoj mirë, thotë se bën gabime. Edhe unë I thash, asaj edukatores pa gjë të keq. Të lutem, a mund ta lexojmë? Jo, tha, nuk lejohet që ta lexosh me të formosësh. Po nuk e di se çfarë firmos. Në asnjë vend të botës askush nuk mund të detyrojë të firmosësh një dokument pa e lexuar, është drejta jote. Jo. Ta lexosh atë dokument. Sinqerisht po tam është një histori e dhëmshme. Burri e firmosi. Unë jo, fillova të çau. Unë nuk e firmosi, tha. Unë u çova dola jashtë. Edhe thash për çfarë arsye është? Këto pas kanë dash, që unë të firmos se fëmia ka simptoma është me ta në kry. Është problematik, është nevrik, po jo se ka simptoma odet. Është ndryshe nevriku, ndryshe që ka simptoma që është me probleme në kry. Është rënd I thosh se ka simptoma. Shkoj ke doktori, I them doktori, duj takim, tham për djalin. Edhe më thot, nuk po mirë. Hajde zonja Vashi. I bëm kontrollin, e shikoj çdo gjë është në rregull. Violeta, më fal që ndërpres, sepse edhe unë irritohem se edhe unë jam nëna dhe unë kam fëmijë. Normale. Dhe vendos veten time në lëkurën tënde. Por dhe nëse djali juaj mund ketë patur probleme, siç thon edukatorët, kjo është një fatkeqësi, por kjo nuk do të thotë që institucioni kopshti të njoftoj ta marrë fëmijën ty, se është më I sigurt nga shërbimi social sa tek nëna. Kjo është një fatkeqësi nëse fëmia ka këtë problem. Me çfarë motivi ta marrin? Nuk është ajo motra jam, është diçka tjetër. Është diçka që duan me nxjerr budall. Që I thonë ana shqip budall, është budalla. Më mirë. Çfarë duan të bëjnë ato? Po fëmia nuk marrën doktori, unë kam pyet, nuk marrën as spitali, është një spital shumë I madh tuk e unë. Nuk gjën, nuk e hedhi thotë, se bëj përgjithësi fotom unë mrena, nëse unë dëshoj 1 litër të tillë që fëmia jote është problem, është budall në krye. Ka probleme me të shëndetit mendor, e qartë. Ndalemi pak, ti nuk e firmose atë dokument. Jo, s'e kam firmos. Burri e firmosi, por nuk e lexoi. E firmosi ai. Po e firmoson, ti thash një nona, pasi do jo nuk e firmos, ti thash edhe është ajo letër sot për atëherë, ato I kanë thënë gjykatës familjes që na kina dash që e ka problem për gjuhën. Ai po kishte pas problem për me fol, nuk e kishte pranuar shkolla. Se s'të pranon shkolla, të shkosh për shtesin, edhe do të futesh në shkollë. Ai e bën testin djalja, ai foli shumë mirë, I tregoi figurat, I shkruajti emrat, I shkruajti figurat. Unë u habita, edhe më në fund nga inati çabotën odet e shkruajtën në letër që ky ka nevojë për në shkollë psikolog.
Po të shkojë djali jam që tash në psikolog odet, është puna që i del e drejta edukatorëve. Se ato edukatore kanë dashur me domos që djali im është nevrik. Ne thona është nevrik, po jo s'është budall. Po e marrim të mirë qënë ato që thonë edukatorët, që djali mund të jetë nevrik, djali mund të ketë probleme, por kjo është një fatkeqësi. Kjo është një fatkeqësi për një nën që djali mund të ketë probleme shëndetit mendor. Por me çfarë pretendimi këmbgulin ato që këtë fëmijë do ta marrim ne dhe mos ta mbajë nëna? Jo, nuk është të maj, i dun të tanë. Mirë, do ma tërgosh, por... Di që kanë shkruajt kundra nesh, kopshti, kanë shkruajt kundra me dhe burret, që kam thënë, unë kam ca foto, ti tregojnë dash, i kam qitu, kam shumë foto që fëmia eme, ne kena kërku, mja shtoj kama në kopsh djalet, tjetri ka prej gishtin prik tu, e drik tu, e ka të prem, e kam me foto dit, edhe thojnë, edukatorët e kopshtit thojnë, nuk është, do më tu fëmija këtu. Unë i kam me prova, i kam me fakte, i kam me tana që tu odet, edhe nuk pranon odet, jo thonë nuk është do më tu fëmija jote këtu kena. Po gjaja që me vret në shpirt odet, është në Shqipëri është e vogël, pa ma një psikolog odet, kur ka ardhë gjykatësia, ajo avokatja dhe e fëmijëve, nuk ka pru psikolog me vete. Por të lutem, më tërgo pak momentin kur ti shkove të doktori. Pra, edukatorët të treguan që njëri nga binjakët ka probleme dhe ti e ke çuar te doktori le një takim. Çfarë të tha doktori? Ai e vizitoi sigurisht. A di çfarë më tha? Ai më thotë është nevrik. Asnjë send tjetër nuk qet odet. Është shumë i zgjuar, është shumë i talentuar thotë. Veç është nevrik. Më ka shku një letër veç që të shkoj ke neurologu. Jo, po duan ato. Për nerva, ju për asistent tjetër, vetëm për nerva. 5 minuta odet i ka nervat se ka vujt në qatë kopsht, ka vujt në stres natë për natë qanë të djali. Edhe 5 minuta ka nervat forta, mësta ne kërkon falje, odet e qanë, vishta shikosh që kam qanë nanë, qanë djali. Kërkon falje, më falni, ju lutëm nga mba gabim. E ke çuar te neurologu? E ke çuar te neurologu se ky mund të jetë një problem që ai ka që mund të mjekohet, mund të trajtohet dhe gjithçka mund të rregullohet. E çove te neurologu? Jo, nuk a di përsa nuk e kam shu, për arsye se mos i heci e drejta kopshtit, se po ta çoj unë, ato thot na të kena thënë thot me shu qetër, ku ti e ke shu qetër kon thot. Ne të kena thënë me shku dikun tjetër, e ti po qen dikun tjetër. Por ti ke një rekomandim të mjekut dhe ti do dëgjosh mjekun, nuk do dëgjosh edukatoren, se nuk është edukatori ajo që vendose ku do shkoj fëmia të vizitohet. Është mjeku ai që të udhëzon rrugën që do ndjekësh. Jam dakord me ti, Odit, ka diçka këtu në Gjermani, se kopshtet janë të lidhur me socialin. Nëse ti nuk do t'i bindesh një edukatore, çfarë thot ajo, ti do të jesh ultimatum socialin shpen. Do të përballesh me socialin. Unë i kam shku fëmijët edhe në gjysh, kanë shku të 4 fëmija edhe në gjysh, kanë dhënë intervistë odet, pa psikolog. Pa praninë time. E dashur Violeta. Pa praninë e babës. Violeta, tani të lutem më shpjego. Ndoshta po e marr të mirë qen, atë që të kanë thënë edukatorët. Po të kuptoj. Që djali mund të ketë nevojë për psikolog, por nëse ti djalin e çon te një psikologe për t'i bërë një seancë dhe për të kuptuar gjendjen e tij psikologjike, pse kopshti do njoftoj sociale dhe sociale do të marrë ty fëmijën? E përdorin odet, e përdorin këtu se me bo me shku djali e këtë problem. Unë natyrisht se do ta shoj të thënë të Gjerman do ta shoj, ke neurologus, unë e provej se ka nerva, 5 minuta ka nerva, po do ta shoj, po dosha që të mbyll qëtë konflikt. Odet edhe se po së mylli këtë konflikt, mu ma merë, unë do të paguj, nuk e dihet odet që shargjume do të paguj shtetit unë mrapa odet. Unë jam shtet me ka vu shteti sot, vetëm pse rrinë shpi me ka vu 30.000 euro gjop odet. 30.000 euro vetëm se rejnë në shpi, më ka vë 30.000 euro gjopë. Si s'jam e zoj, as të hik për i shtetit që kam 30.000 euro, as të marrë fëmijët e t'hiket vinë Shqipëri, jetoj, se me vine mi marrë fëmijët edhe i bje prapë këto adet. Të 4, jo vetëm 1, të 4 fëmijët. Por, ndalemi tani dhe më trego. Ti nuk e shkuar, ja akoma në konflikt me kopshtin, nuk e shkuar as te neurologu, as te psikologu për t'i bërë një vizitë fëmijës.
i cili sipas mjekut ka një problem sigurisht, por që kjo nuk është për fajin tënd apo të burrit që fëmia ka këtë problem, sepse është fatkeqësi, vazhdoj ta përsëris, është një fatkeqësi për çdo prind që fëmia ka problem. Por thjesht faktin që edukatorët njoftojnë shërbimin social dhe çështja ka kaluar në gjykat, do të thotë që ju si prindër ju kanë akuzuar se ndoshta keni ushtruar ju dhunë, se vetëm në të tilla raste shërbimi social të merr fëmijët kur ka dhunë, kur nuk i ka kushtet për të jetuar, kur prindit janë të papërgjegjshëm, fëmia merret. Por nëse fëmia ka një sëmundje të lindur apo që i krijohet gjatë jetës, kjo është fatkeqësi, shërbimi social nuk ka të drejtë ta marrë. Ja kriju gjatë kopshtit Odit se ka lind shnoshe mirë, nuk e di ku kam një foto të fëmijëve që i kam, kanë lind shnoshe mirë Odit, të dy fëmija. Të dy kanë lind shnoshe mirë. Po ama këtu sociali do të mbështesi edukatorët. Se unë jam ankuqëm, kanë thënë edukatorët, kem shkum takim me zhiburi, me kanë thënë, unë i urrej fëmijët e tuaj. Për çaj kam thënë, unë? Në që shatë të rejnë një zotë është sipër, për shatë qaj edhe nuk bje për të drejta. Unë i urrej fëmijët e tuaj. Po një edukator që shprejt kështu është merë. I kam thënë, po problemi është me kanë pa hek letrat në ngusht, s'kam pas as dokumenta, me kanë nimu shumë njerëz, ka qenë shumë e vështirë Odit, tash 3 vjet, unë kam shit një lek, si nuk di sa të thamë 30.000 euro kanë hek, edhe kam marrë prap bërç, Odit, e jam prap në gjysh me zhibur, se në më kanë shu prokuria, më kanë denoncu prokuri, se unë kam rraf fëmijët edhe jam me i denoncu. Po ka një denoncim, se prandaj po të pyesja, ka një denoncim që ti e denoncuar nga edukatorja që ke ushtruar dhunë ndaj fëmijës? Se ndryshe shërbimi social nuk ka asnjë lloj të drejtë të vi të trokasti në derën tënde. Pse fëmia është sëmur, nuk ka shanse. Odit, po ka prova Odit. Nuk i janë fëmijë është në mirë, nuk ka ato thonë kena fotografi po bjeri Odit, i kena kërku po bjeri, i kena më bjeri të lutën, na dhe fotografi. Por ndalemi Violeta dhe ma tregohu këtë betejën që ke me drejtsinë aty në Gjermani, me drejtsinë gjermane. Por ti mundësi nuk e kishe që fëmijët një nën është e pakënaqur nga kopshti, ka të drejtat e plota, të drejtat e gjithë botës, ta heqë fëmijën nga i kopsht, ta çojë në një kopsht tjetër. Pse nuk e bëre këtë gjë? E bana, motra jam, e bana i këtë gabim, unë nuk i ndrova me thani Gjermane që përnote në një qytet tjetër, o Violeta të lutëm, thote, heki fëmijët se du të kesh problem, nga që kam afër Odit se shkolla, kam djalin tjetër të dyti në shkolla atje, e dhe kopshti ishte midist. Edhe thash të rinë, hajtë thash do të myllët kjo problem. Odit nuk dit, që Odit se po fillon prap Odit. Në kujtova se është privat do myllen Odit, po jo se fillon prape, nuk e lanë denoncim. Kot më Odit, vetëm si i tha shumë tash, por shqitja që keni thanë se i urrej fëmijët e tuaj, pa ardhur në shtëpi Odit, kanë bërë denoncimin. Pa ardhur në shtëpi me fëmijët, kanë bërë denoncimin të sociale. Dhe sociali të denoncoj dhe çështja kaloi në gjykat. Po, ka shkun edhe gjaja Odit që më vret më shumë Odit është që unë kam kalu 2 herë infrakt, për tani jem shumë keq. Edhe më kam thënë që kemi bërë detyrë me të shudrim një këtë shkallë, edhe se nuk më të rëson. Unë kam në dokumenta që unë kam qenë në spital, që kam kalu 2 infrakte për tine, që i kam thënë Lenin që si të me ju lutëm, nuk i kam prek fëmijët me dorë, ju betohëm Zot, i kam thënë fëmijë me kurve se ka të shliri, ju betohëm Zot, në Zot i kam thënë ju betohëm. Dhe nuk që interesan. Ama aty në ju intereson se që thot fëmija, kurse unë nuk duhet t'i besoj fëmijës. As një fjalë, Odit. Binjaku. As një fjalë. Binjaku të gjithë fëmijëve, Odit. Të gjithë fëmijëve është 12 djali, nëse unë e pyes për diçka, ti thot s'ke të drejtë më thot shteti këtu që ti të interesohesh. Ne po si shtet ti jo. Odit, fëmija jam është shqiptar, e do vdesim shqiptar, Odit. Na kena linë Gjermani, kanë linë fëmija në Gjermani, ama Odit janë shqiptar. Për shta ka bo luftë dhe burin gjysh. O njerës, fëmija jeme edhe më në ka kesh për Kosovarin, që i dha me dhe lek, Odit, nuk nani me i tha, o njerës, janë shqiptar, do të des shqiptar, fëmija jeme, është dem baba dem shqiptar, nuk jeshtë kur Gjerman. Kur nuk është Gjerman, është shqiptar, ka linë këtu për është shqiptar. Odit, nuk e di këti në duket një diçka e ranë, kur ne i thonë se fëmija jam është shqiptar.
Fëmia ime me të vërtetë Odet është shqiptar, Odet, jam shqiptare, jam prilezhe, burri është shqiptar, Odet, nuk mundesh Odet me po presion Odet se të marr fëmijë. Unë kuptoj që Violeta, ju jeni shqiptar, kombësia e fëmijëve të tu është shqiptar, por në shtetësinë ata e kanë gjermane dhe kur merr në shtetësinë ata të quajnë gjerman në këtë lloj drejtimi. Kur unë i kam thënë se shpesh e kena pa diskutu. Jo, më Odete, duan vetëm prej si konflikti më motra jam, se nuk intereson atine se ç'a janë. Më dëgjoj zemër, padyshim që unë jam pro teje, pro një nënë shqiptare që po vuan në Gjermani, por të flasim edhe pa dorashka dhe të flasim realisht. Në momentin që ti shkon në shtetin gjerman, sepse këto janë gabimet që bëjnë shumë nëna dhe prindër dhe humbin fëmijët e tyre. Në momentin që ti shkon në shtetin gjerman, kërkon azil, lind fëmijët aty, nuk punon, shteti gjerman ty të mban. Ti ke marrë ndihmë nga shteti gjerman? I ka marrë Odet, po tashme Ja prapë ata i quajnë gjerman fëmijën tënd, sepse shteti ka investuar për fëmijët e tu. Ti ke ndetur në shtëpi, ata të kanë paguar me ndihmë ekonomike çdo muaj. Dhe normalisht ai thotë, ky fëmijë është gjerman, ka marrë në shtëpi gjermane, sado ti brenda vetes tua jo ne jemi shqiptar. Jo se kanë. Jo. Nuk kanë pasaporta gjermane, kanë veç dokumenta dyvjeçare, nuk kanë pasaporta. Por kanë lindur në Gjermani, e kanë vetë lindje në Gjermani. Nuk i jepet të drejta, vetëm kur të bëje burri 5 vjet me dokumenta, atëherë i përfitojnë. Por fëmijët do ta përfitojnë, sigurisht. Pasaportën dhe në shtetësinë. E vështirë është Odet, e vështirë është Odet. Dua të them pse shërbimi social, gjykata aty i quan gjerman fëmijët sepse ka investuar, shteti ka paguar për gjithë emigrantët që lindin aty dhe normalisht me të drejtë thotë këta janë gjerman dhe por dua të pyes. Po është diçka kam qenë kur kanë lirë pinjakët, nuk kena pas dokumenta, kena qenë, domethënë nuk e ka qenë burri të bosh shkollën, edhe ka qenë nuk kena qenë të varur, nuk na ka paguar nehet. Kur burri ka filluar shkollën, na kanë ndërpre më herë na kanë pre shak kena pasis kena qenë me social që nima sociale i kanë ndërpre më herë. Me shaka po nuk burre. Nuk do hy në detaje të them sa lekë martisat kanë paguar se janë parëndësi, por ta thash si logjik sepse shqiptarët gabojnë me këtë pjesë. Duan të vënë emigracion, duan të fitojnë letra, duan të marrin ndihmë ekonomike pa punuar nga i vend dhe pastaj kur arrin situata të tilla thonë jo po ne jemi shqiptar. Në këtë lloj konteksti ta thash, jo se nuk të paragjykoj, mos ma merr për keq. Jo. Dua të them dhe të pyes, Violeta, duke ditur që shërbimi social të ka akuzuar dhe proceset po vazhdojnë në gjykatë aty në Gjermani, se ti ke ushtruar dhunë ndaj fëmijëve, ka qenë ndonjë prej fëmijëve, flas për binjakët, se pra të bëhet fjalë, një prej binjakëve. Jo, kanë thënë për të tanë, kanë thënë për të katër fëmijë. Për të katër, i dyti shkreti, a i thot jam djek kot me ju, thot unë s'kam faj, i djali dytë, a i rinë shpesherë të qa, unë s'kam faj, unë s'kam posë sen, djali dytë kanë fote emrin vetë shteti, djali dytë s'ka pas hisë të bëje më këtë qështje, veç djali madhë edhe dy binjak, a i dyti shpesherë reqani shkreti, dhe nuk kam të bëj mama me këtë problem, përse më fusin mu këtu, thot. Se unë s'kam të baj, unë jam në rregull. Me çfarë fakton shërbimi social që ti je një nënë dhunuese ndaj 4 fëmijëve? Si e ka faktuar në gjykatë? E ka shpreh djali i madh. Jo, faktikisht i ka pa kritikuar shumë burre. Jo, edhe unë nuk ka të betohem të madhe Zot, të betohem në Zot, për shqit Zot, nëse ne kene ushtru dhunë. Po djali nuk e ma ka kuptu, nuk ma kupton Shqipen, ka pa fol vetë gjermanisht, se ka le edhe në Italiaja, nuk e kupton Shqipen. Pra, ata bazohen nga denoncimi që ka bërë djali i madh. Djali i madh. Djali i madh edhe çaj problem ka ngel tash. Po hes për 4 vjet nuk po lëshojnë Odet. Nuk duan ta lëshojnë. Jo thot është e vërtet, po nuk është e vërtet. Ka ardhur dhe urgjenca Odet që kanë urgjencën këto sociali, kanë urgjencën spitalin e tij pas ta fat. Unë kam qenë të shkon në spital, se isha një frak, ishin ambulanca, se unë jetoj në kath 4 në pallat, kam ra me ambulanca poshtë, edhe 2 punojëse drejtoresha e ti socialit, edhe i tjetër i kanë thënë ju lutem shikoni, ka thënë kom shqipe fëmijë se është shumë gjendje ranume. Edhe i kanë thënë fëmija hajde të lutem na shikoj, ka thënë djali ma, kanë herë rrobat fëmija, kanë herë çdo gjë i kanë shiku, i ka thënë ju lutem jeni çdo gjë në rregull, bish mos më mërziti mami ju i do vjeri.
Edhe I kam pyet fëmijët, sa kam dalë prej spitalit, çaj u kanë thënë më vesh na kanë shiku, në s'kena një, s'kan pas një, s'kan pas asisen odet. Po kanë ngel si fjalë odet, nuk është se s'ka I kanë ndesh, I kanë hek tama rrobat, I kanë shiku, nuk kanë gjatë as të shaj odet. Po problemi është odet kanë ngel si fjalë që e ka thënë djali, edhe tash nuk hiqet kjo. Duhet përsërisim tash e parë. Nga denoncimi që ka bërë djali I madh, ata tani të akuzojnë ty për të 4 fëmijët, e kuptova logjikën. Edhe thojnë, dush ushtrojnë në dhoni herë, thot, isha mbajnë odet. Një herë me qojnë për 2 binjak. Rrin, 5-6 muj, masanej ma kalojnë ke djali I madh. Ma heku masanej rrin në 6 muj me djalin e madh të shuaj email-et u bë presione. Hekun ata prap kalojnë ke 2 binjak odet. Po odet nuk mundem më odet I kam, por shqetëzotoj odet I kam kërku lutje, shti shtetit, shti sociale, ju lutëm ndihmoni, ju lutem, jam lut si me çan t'ju lut Zotit. Më ndihmoni do nim për këto fëmijë, nuk ma kanë dhënë odet, për shta janë acaru këto, sepse se unë kam thënë hapus në gjykat, familjen gjykat familjare, I kam thënë, ja kam kërku nimen, I kam nek një orë zyrë, tu fol me ta, e nuk ma dha nimen, nuk ma dha ndim, nuk jena na, nuk balla fashun, thote. Na nuk mund shkojmë me hap konflikt, se kishim frikë se do hapte konflikt nëse na të shkojmë të tanë në kopsh. Që të folim edukatorin. Edhe çik jo kanë, vetëm se na pse s'bashkëpunojmë me socialin. Asi sën tjetër, odet. Se kam edhe tezën time këtu e kam pyet, o vjelet më ka thënë është problemi që ju nuk bashkëpunoni me socialin. Nuk e kanë as për edukatorët, as se kanë për çështjen tane, se është mbylla, se e ke rraf fëmijë. Nati tina është, të kalzon të zedhe dhe ka jo shumë vite, ka 30 vite tu, pse ti, thot, nuk I në gjallë shtetin Gjerman, thot, të këto socialit, po të kërkova njim, ta shë do të bëjon me ty tash, që të bëjon det me ta, shë kam I bëjon që unë ja kam kërku nimen, edhe gjoja ma keqe që më ka vranë shpirti, kam thënë socialit, edhe gjukatës familjes, me kam thënë edukatorët, unë e urrej fëmijën tane. E kjo është e rëndë. Por gjukata... Edhe odet, që nuk kam marrë mata odet, si një shtet, një edukatore, si të thonë një edukatore në prezencë 2 prindreve e drejtoresha kopsht, të thonë 2 edukatore në prezencë, unë e urrej fëmijën tonë odet, do të më marrë masa odet, se në mund të dhe vitin para odet pa të ftesh një fëmijë në kopsht, në lartë qytetit tim, që të bënë. Odet, duan marrë masa, përse e bani këtë gjendje? Edhe që a bani lajtri I ati kopshtit odet, vetë edukatore, I ka hek odet, për me shu konfliktin, I ka hek këtë prej punë odet, I ka hek edukatorët, I ka hek prej pune. Kur një edukatore arrin të ketë fuqin, ti thoj nënës dhe babaj që unë fëmijën tënd e urrej, ti ke të drejta të dyshosh që çfarë I bën ajo fëmijës tënd në kopësht. Jo, ke të drejtë odet, jo, odet, ti s'ke të drejtë odet. Jo, po logjikisht këtu të shkon mendja. Ti në gjykat kur shkove, ja the gjyqtares apo gjyqtari që O ja kam thënë në motër, ja kam thënë kësaj socialit tu në qytetin e rajon. Kam shkuj, ka ardhe dhe avokatja fëmijëve këtu që të merrte pyetje fëmijët, ka ardhur pa psikolog vishkarva jo vet. Edhe ja kanë fol fëmija me rrallë, kanë fol fëmija me ta, veç kanë kërku drejtsinë e vet odet, nuk kanë qita si fjalë, asë më kanë rraf mama, asë më kanë rraf babi, asë më kanë lënë pa hangër, asë pa pi, jo odet, nuk kanë thënë fëmija, veç kanë kërku drejtsinë e vet, përse në është mbyll vllajmë në rena, përse nuk na ndihmoni. Po këto odet nuk do një ditë fjallet fëmijëve, ato do t'i nëgjojnë fjallet e fëmijëve, kurse ti thot mos t'i nëgjosh. Ti mos t'i nëgjosh fëmijës. Pse nuk e ke marrë mundimi të shkosh te shërbimi social dhe të flasësh me ta, nëse ata vërtet duan një lloj bashkëpunimi, pse nuk e bën këtë lloj bashkëpunimi për të mirën e fëmijëve? Sepse çështja është gjykat, dhe nuk di çfarë vendos gjykata për fatin e tyre. Jo, nuk e bëj për arsye, a di për çfarë se bëj. Ato duan me më hek të drejtën mua, nëse unë bashkëpunoj me to, ato duan me më hek të drejtën mua që ato të shkojnë në takim ke fëmia, ato për çdo gjë kujdesen ato odet. Për çdo gjë më kujdes ato. Unë mos kem të drejtë. Jo, nuk do të kem bëj bashkëpunim të japësh të drejtën e kujdestarisë së fëmijës, se kjo është e papranueshme. Ç'të don pra? Por gjykata deri në këtë moment nuk ka vendosur asgjë. Jo, gjykata më ka shumë sot për shkak isha shumë e mërzitshme, të nxënume, e kishte pa shkruaj. Nëse ju nuk merrni masa, me vendos, me shkruajt, me më dhënë të drejtën socialit që të komunikoj me shkollën, nëse ju nuk firmosni dokumentin që më alshu fëmijët socialit, ne do marrim masa të tjera, që do ta bëjmë me forcë. Ju hekim të drejtën. Po çështja që nga shumë delikate.
Jo delegata Odet, po jam të paktën, po të betohem zot, të modhin zot, janë do vite Odet, si lumi natës nuk më zënë vish të qarri Odet. Të hasa të ha, të pisa, të pi, të fejt të më ngeci, ama që do pak qëtësi Odet, do të më lënë qëtësi në temë Odet, do të mere me fëmijët Odet, do të punoj Odet, jam të kërku punë Odet, në gjithë stres që kam unë Odet, nuk më merë kush punë muhe. Se thot, jo shumë e ranume, Nuk e mundur do të gjithë një avokat të mirë aty për të mbrojtur çështjen tënde? E kërkova Odet, me marrin lek të Odet, për një orë me marrin 200 euro Odet, edhe gjoja që më thojnë, bashkëpuno me ta, thot, mi jap 200 euroshin, Odet, sigur si jam ti për ato lek në spat Odet, është shumë e vështirë të punosh në Gjermani, me merr 200 euroshin për një orë që flas me ta, edhe nuk i intereson mos i marr lek, thot, duhet të bashkëpunosh me ta. Tani, Violeta, unë edhe për një, ndoshta një më zot një. Violeta, tani të lutem, Violeta, të lutem, se ndoshta nuk po e kuptoj unë. Çfarë të keqe ka të bashkëpunosh me shërbimi social? Pra, nëse ti bashkëpunon me shërbimi social, ku është rreziku jot? Këtë më sqarosh se s'po e kuptoj. Rreziku jam është Odet se më hupin fëmijë, marrin fëmijët Odet, që kjo është. Nuk të thot gjykata aty, jepi të drejtën, sepse gjykata nuk të lutet ty si nën, jepi të drejtën e kujdestarisë, gjykata vendos, po vendosi gjykata, nuk pyetet më as nëna as shërbimi social, po vendosi gjykata. Por gjykata ty të thot, bashkëpuno me shërbimi social ose në të kundërtën do marrin vendime me të rënda, që do të thot, ajo që kuptoj unë, ti që kundërshto ose më poho atë që kuptova unë. Jo, e të thëmë të drejtë, që të thot? Një të thot. Ndoshta ti e keq kupton. Gjykata të jep të thot bashkëpuno me shërbimi social. Tani shërbimi social është një institucion që për atë merr përgjegjësi dhe rol të kujdeset pikërisht për fëmijët në shkolla dhe në kopshte, qoftë gjerman, qoftë emigrant, çfarëdo që të jenë. Ky është roli i shërbimit social. Jo vetëm për fëmijët, se ka gjithë grup mosha, por në rastin tënd janë fëmijët. Kjo është puna e shërbimit social. Shteti e paguan këtë institucion vetëm për këtë gjë dhe e ka funksion, është detyrë e tij këtë të punë të bëjë. Intereson më Odet, e ka shkruajtur nuk më intereson, për këtë 5.000 nuk më intereson. Ama fëmijët do të jetë në varg ato, nuk ka më, nuk jam më nënë babite jone. Atë është burrim që jam unë. Ndoshta e ke keq kuptuar. Gjykata të thot bashkëpuno me shërbimin social, që do thot ti bashkëpuno me shërbimin social, që ti shërbimi social jep të drejtën të monitoroj fëmijën tënd në kopësht. Në shkollë, thot. Në shkollë. Në kopësht. Po ku qëndron e keqja këtu Violeta që shërbimi social të monitoroj fëmijën tënd në kopësht, në shkollë, qoftë edhe në shtëpi? Nuk ka të keqe. Jo më Odet. Jo moj Odet, se u shtrembon moj Odet, se shumë fëmijë na kena këtu Odet. Shumë fëmijë i marrin, i kanë vlerësu Odet. Ato duan, po ti marrin përsipër, çfarë duan ato? Ato herë do t'i marrin përsipër Odet, masa ne i marrin fëmijët, i fusin për qendra Odet, e ne i vlerësojnë Odet, edhe hupin fëmijë Odet. Hup fëmijë. Ti humbet fëmijën në momentin që gjykata vendos që të hiqet kujdestaria. Pra, nëse merret një vendim për të hequr kujdestaria prindërve, fëmijët i merr institucioni dhe kalon në institucion dhe pastaj fati tyre birsohen apo jo, apo qëndron në institucion dhe juve ju lënë të drejtat e takimit derisa ata mbushin 18 vjeç. Këtë e vendos gjykata. Nuk e fuqi as ti, as bashorti jot, as shërbimi social të vendosi. Por unë si Odet të këshilloj, bashkëpuno me shërbimin social dhe jepi të drejtën të monitoroj fëmijët, se nuk e rrugë zgjidhje, do ta agravosh, do ta rëndosh situatën në favorin shumë keq për fëmijët dhe për ty. Sepse shërbimi social e ka për detyrë. Nuk më jep të drejtë mua. Por çfarë që nuk më jep të drejtë, unë që i kam kërkuar një s'ma ka dhënë të drejtë. Unë që i kam kërkuar për bollizimin s'ma ka dhënë të drejtë. Unë kam shumë gjëra më dëmtu fëmijës, më jep drejtë. Po si ta jap të drejtën unë ty si të denoncosh Violeta, padyshim. Ke të drejtë të denoncosh për çdo pakënaqësi që ke për fëmijën tënd. Por të lutem, ma dëgjoj fjalën. Shërbimi social e ka për detyrë të merret me raste ku ka dhunë, e vërtet apo jo, u mor një denoncim, shërbimi social vihet në veprim. E ka për detyrë, se është një institucion që është enkas për këtë gjë. E ka për detyrë. Ti vërtetoj shërbimi social, që je një nën shëmbullore, që fëmijët nuk kanë probleme, janë në kujdestarin tuaj, shëndoshëm mirë, të shëndetshëm fizikisht edhe mendërisht, dhe shërbimi social do e mbylli vetë çështje në gjykatë. Por në momentin që ti nuk pranon të bashkëpunosh me shërbimin social,
mbyll të gjitha dyert, gjykata patjetër pastaj do të heqë kujdestarin. Mendoje mirë, këshillo dhe me avokata aty, sepse unë s'jam avokate, po t'i jap nga eksperienca ime me histori që kam trajtuar. Nuk është puna asaj Odet, po këtë puna është Odet. Lidhu me ambasadën tonë aty në Gjermani. Dërgoj një email për situatën në të cilën je. Kërkoj... Të limojnë më Odet, nuk të një të petohëm zot, nuk të limojnë. Ma gabimin, se na bashkëpunojmë, thuj, po problemi është... Ashtë edhe buri këtu është të shkardë, hajde, e se E dëgjova zërin, ja dëgjova zërin. Kardi tash... Falë, përshëndetje, si e kaluve? Përshëndetje, si je? Faleminderit për bisetimin që të bëme ashtu, po të... Unë jam ndjeni edhe ma shumë se gruja na kemi bëj gabim. Ku mendon që kam bëj gabim, se faktikisht e kam një gjuhën gruën, që të bëjmë denoncim, këtu ka fillu krejt puna. Puna ka fillu zoj, sepse në atë kohë që i ka thënë gruja që njërin prej 2 fëmijëve, na kanë mëllë në dhomë vetëm, edhe na kanë gjithmonë, që i thojnë beshtraftë, na kanë dënu, edhe kur herën e fundit që në qershor 2024-s, edhe ka thënë, ato kanë përgatitur se gruja nga mërzia i ka thënë, atë thirr policinën se për herë njëjtin nga 2 binjak jeni të ma dënu, apo thirrë shtat Kölnin, qytetin e Kölnit. Aty në nesër kanë bo ato, Denoncim. kanë manëvru para nesh. Po gabimin ma të malë kanë bo që ato kanë bo denoncim për mu, që unë kam shkru në grup në WhatsApp, më kanë qenë gjykat, unë prap ashtë njerës mirë na, unë i kam thënë avokatit, se i kena avokat tani që të mbyllë prokurori. I kam thënë, i kam shkru dhe por një javët, po më tha të lutem, tha mos u ashtu. I kam thënë atij avokatit. Na do ta bëjmë denoncimin, na jena të sigurt, fëmijat tonë thonë që e ka mbyll marrëna. E kupton, na jena tregut mirë, po këto janë të mbrojtë kopshtin. Unë ju kam thënë, i vetmi gjë se s'bashkëpunojmë. Na bashkëpunojmë gjithmonë me qenë sociale, por ama në këtë rast jo, se në këtë rast duhen me do mos që ne na nxjerrin fajtor. Ne kemi ndur edhe tani, se kemi letrat, kemi letrat që ja kam shu, e ka edhe, po nuk e kemi bën denoncim oficial, si thonë, on prokurori, on polici, veç të qena sociale. Ato kanë letrat që kena shkruna, 2023, 2024, edhe i kam këshillu vetë, herën e funit kopshtin. Mos t'i një gjojmë fëmijë, se fëmija nga mërzia thonë diçka. Ju jeni në luftë tani me shërbim social, kërkoni që e keni denoncuar dhe do kërkoni që të fitoni të drejtën tuaj për fëmijën që ata e kanë mbyllur dhe e kanë bulizuar. Pra ju keni hedhur në gjyq shërbimi social. Jo, shërbimi social po mbështet kopshtin. Një gjot fjalën e tyne se thot kopshti ka bë denoncimin kur anesh te sociali, pra aty na ka qenë në gjyq ajo në gjykat. Ka bë denoncim se unë e gruaja kemi dëmtu fëmijë, por e ka bë kopshti denoncimin. Ato kanë marrë fjalët e tyne, po jetë tonat. Edhe na kanë qenë gjyq, kemi bën gjyqin, po para gjyqit ka ardhur avokatja fëmijëve. I vetmi rast në jetë tonë e kemi lënë, i kam edhe letrat. Pra atë, ne ky avokati shqiptar Zoti Mulaj që është në glava, ne s'na ka një mona ka bashkëpunu me to, ne ka faktet atë të avokatës fëmijëve, ku të 4 fëmijë tonë kanë deklaru, ne nuk kemi dëmtu kur për i prindve, është kopshti që ka dëmtu vëllën tonë, a kuptën? E qartë, e kuptova, ka bashkëpunu me to. Ju keni hedhur në me thënë na ka bashkëpunu me to. A kupton, ne edhe këto duhen me detyrim tash, na imponojmë që na shkruajmë. Unë ju kam thënë edhe në gjykat. Unë bashkëpunoj gjithmonë me shtetin. Na jena njerëz që bashkëpunojmë, po në këtë rast nuk mundem. Në këtë rast nuk mundemi që ne të në shkruajmë për fitun. Atëre zotëri, e qartë, e kuptova. Pra ju keni hedhur në gjyq kopshtin dhe në këtë le të themi në këtë betejë me kopshtin privat ku kanë qenë fëmijët, ka hyrë dhe shërbimi social i cili mbron kopshtin dhe ju tashmë do nisni këtë betejë të fortë ligjore. Gjykata familjare. Unë ju këshilloj të gjeni një avokat të mirë që ju duhet aty, sepse është një çështje goxha e fortë. Keni hedhur në gjyq një kopsht privat ku e denonconi që fëmia juaj nuk është trajtuar mirë në atë kopsht. Jo, se kemi bërë halo denoncimin na kemi ne gjithmonë tërhequr. Duhet ta bëni. Atëherë duhet ta bëni, çfarë prisni?
Ajo do të bëjmë, i kam thënë, për shembull gruaja më ka thënë. Nëse ju kërkoni të ikni në gjyqkopshtin dhe të tregoni pafajësinë tuaj që jeni prindër që nuk keni dhunuar fëmijët, por fëmia është keq trajtuar, le të themi dhe bulizuar në kopësht, duhet gjeni një avokat të ikni në gjyqkopshtin, të nisni këtë betejë ligjore me shpresën për ta fituar dhe ju këshilloj, lidhuni me ambasadën tonë, dërgoni një email dhe kërkoni ndihmë në situatën në të cilën ndodheni, sepse një përfaqësues i ambasadës tonë ka më shumë peshë ku lidhet me të autoritete se sa një emigrant që sigurisht fjala nuk mund të dëgjohet nga institucionet. Që fakti më i madh që edhe se faleminderit shumë për kohën, se ashtu. Fakti më i madh që e kemi kërkuar të letrat tash një vit, nuk kemi pas vetëm intervistat e fëmijëve tonë, 4 fëmijëve tonë që kemi lënë avokatën e fëmijëve, si e detyrë ta lësh ata, po ne ja kemi besu pa psikolog pa asnjë. Edhe fëmijët gjithë janë 9-12 vjeç. E kupton? Nën mosh. Edhe na ja kemi besu, edhe po i zvarrite, na kërkoshim dokumentat, zvishin, kërkoj, se duhet ta dishim me domos se fëmia flet. Ta dishim, na ishim sigurt se s'kemi bën gjë, po ta dishim. Por e fakti është aty në letër me gjitha që ashtu, me emër, me orë, me datë, me 14 nëntor 2024. Filani, ky çon nuk deklaron prindve gjithmonë janë sjell mirë. Kopshti ka fajin, tak. E kanë deklaruar, ne s'kemi qenë fare aty. Unë kam qenë punë, edhe gruaja ka qenë dhomë tjetër, se nuk i kam thënë, e kena bisedu bashkë. Leni vetëm që na besojnë. Faleminderit shumë, e tham mos u mërzit se ajo duhet bëhet e fortë. Mirë do të bëj. Ti duhet të bëhesh e fortë, Violeta. Nuk e kanë hek drejtën e fëmijëve, e gruaj. Nuk e kanë ato janë të kërkuar një firmë që ne nuk e kam ja dhënë. Mos u mërzit, se më mirë do bëhet sikur po të vërteta. Violeta, nëse ti nuk kujdesesh për veten tënde, do përfundosh në spital dhe do i humbësh përgjithmonë ata fëmijë. Kështu që thërriti pak mendjes dhe bëu pak e fortë se fëmijët nuk ti kanë marrë. Po do të thosh Marti ta shpjegoj Odeta, nuk është me të marrë fëmijët, ajo ka thënë për fëmijët, nuk ka me të marrë fëmijët. Fëmijët nuk ti kanë marrë, fëmijët i ke në shtëpi. Ti kishte marrë Po një ta Odet, po pret Odet, atë që më vën kam Odet. Violeta, edhe të kanë zënë të vërtet edhe po kam vënë në Gjermani të prit radhën. Është dhimbshme unë të rrezoj fëmijët e mi. Violeta, ato thanë për me firmos ato, po jo me të marrë fëmijë. Qetësoj pak veten tënde, jepi pak forca vetes, sepse një nën që i do fëmijët kaq shumë dhe nuk ka bërë asgjë kundër tyre, nuk ja merr askush. Kështu që beso që askush nuk do t'i marri fëmijët. Të ka ndodhur kjo situatë, do qëndrosh e fortë derisa ti mbyllësh të gjitha këto konflikte dhe mua do më kesh mbështetje dhe do jemi bashkë të dyja në kontakt. Mirë? Se di, dhe që shfallon zotin botnim, Shilotët edhe mos qaj dhe mos u dorëzo. Nuk e përballoj mos. Atë tua e kam thënë, jetë fort se nuk kanë gjithë, nuk ka si fakt kundër nesh. Violeta, nëse dorëzohesh ti e para, s'ka më kuptim pastaj. Je nëna. Gjej pak forcën, për hir të atyre fëmijëve tani mbide mendjen. Nuk e di veç dosha që ta mbyll si problem, që mos të kenë stres se unë e shikoj unë më duket kështu, nuk e besoj, po mu më duket sikur se kur marrin shkollën Odet sociali, direkt ju bëjnë presion fëmijëve. Unë thash edhe herë, djali i vogël se ta mund kam nik me frikë. Pse mam, se çfarë do të më thojë mësuesja tha. Janë të miniza më kretar se ja kanë marrë prap. Mos mendo negativisht, Violeta. Janë në produkt mësueset me fëmijët. Violeta, mos mendo negativisht, Violeta, mendo çik pozitivisht, qëndrovo e fortë dhe të premtoj që do jemi të dyja në kontakt. Ju përshëndes. Edhe unë të punë. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, kërkoni të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite tashmë ju e dini, un jam live ora 10 me këto histori të dhimbshme njerëzore. Faleminderit dhe ritakohemi nesër.